Kalojmë tek çështja tjetër, Çollaku, për të folur pikërisht për mafian shqiptare, por këtë herë me ndikim në shtetin fqinj atë të Italisë. Her pas here është folur, është diskutuar, duke kam përshtypjen do të ketë regjia dhe një mbulim për sa i përket, le të themi, pamjeve. Ka dalë një raport i inteligjencës italiane, pra i shërbimeve inteligjente italiane, ku thotë që sipas të dhënave, zyrtarët e autoriteteve italiane, grupet kriminale shqiptare janë bërë ndër aktorët kryesorë në trafikun e kokainës, duke përdorur korridore strategjike tranzitimi nga rajoni i Ballkanit drejt tregjeve italiane dhe evropiane, dhe operojnë në mënyrë të organizuar dhe me bashkëpunime ndërkombëtare duke krijuar lidhje të drejtpërdrejta me furnizuesit e kokainës nga Amerika Latine. Kriminaliteti shqiptar ka një prezencë të gjerë në shumë zonat e Italisë dhe funksionon në forma të ndryshme organizative, nga banda lokale deri tek struktura më të avancuara që rivalizojnë me organizata tradicionale mafioze italiane. Struktura e tyre operative karakterizohet nga një fleksibilitet i lartë dhe aftësi për t'u përshtatur me ndryshimet e tregjeve ilegale. Raporti evidenton se grupet kriminale shqiptare kanë krijuar lidhje operative me kartele droge dhe rrjete të tjera kriminale, duke menaxhuar flukse të mëdha të drogës që kalojnë përmes portave strategjike evropiane drejt tregjeve të brendshme italiane dhe migjer. Kjo pozicionon këtë organizata si pjesë rëndësishme të ekosistemit të trafikut transnacional të narkotikëve. Na pas kanë nxirë fare Çollaku. Inteligjenca italiane. Jo, më kujtoi diçka në vitin 2001. Kanë shumë vite, 25 vite, por më shërben si kujtesë ilustruese. Francesco Mandoi, që 2 vite më herët ishte këshilltari i kryeministrit Rama, ka qenë zëvendës shefi i antimafisë italiane. Nuk kam bërë një intervistë me të këtu në Tiranë dhe e pyes pikërisht për këtë dëndësinë informative në shtypin italian, se mafia shqiptare kapo këtej, kapo andej, më del Shqipëria sa kina. I them prokurorit nderuar, thash, që të Mandoi, them, si shpjegohet që media italiane është shumë e përfshirë në këtë etiketimi, sikur ne, pra pjesë të konlegjent të krimit apo grupe të paformatuara me të fuqi që kërkon etiketa, të cilësohemi sikur jemi drejtuar strukturë mafie. Miku im më thotë, krimi shqiptar është i zgjuar, nuk tha mafia në atë kohë, se kjo është dallimi. A kemi mafia, s'kemi mafia dhe përse u bëm kur nuk kishte. Ajo gjen çdo mall që kërkon mafia italiane. Janë të zgjuar, pasurohen dhe ajo çfarë është identifikuese, tha, janë vrasës të dhunshëm. Aq sa në Itali, tha, ku unë shkoj në një vendngjarje, e identifikoj më herë, flasim 2001 që unë kam bërë të bisedë me zotin Mandoi, dhe mafia italiane i punëson këto vrasës përpara vrasësve rusë. Dhe nëse unë shkoj në një vendngjarje, tha, arrit të kuptoj më herë nëse ka pasur një autor shqiptar apo jo. Dhe si ndodh kjo, e pyes unë, tha, por nëse ka qenë një vrasës i dyshuar shqiptar, ai asnjëherë nuk ka qelluar me një plumb apo me 2 plumba, tha. Sigurisht ka shkrehur aty, tha, 2 karikatorë, 3 karikatorë, ka djegur vendin, tha. Pra, është një lloj elementi që e kanë na karakterizon në shqiptar, tha, dhe që aty, tha, marr një djeni të parë. Ndërsa kjo, tha, është tepër, tha. Tani për të ardhur tek këtu, kemi mafia në Shqipëri. Se dëgjoj shumë nga edhe ekspertë dhe studiues që janë pak si kulla e Pisës në raport me qeverinë, duke thënë që ne nuk kemi mafia. Por prokurori antimafisë italiane, shumë prej tyre që merren me dosje të përbashkëta që në Shqipëri, Itali, sigurisht e konfirmojnë këtë duke ilustruar me shembull konkret. Që është tek e fundit mafia, ku krimi organizuar është edhe në zyrat publike. Këtu është edhe në ekipet e tyre janë dhe politikanët, dhe kjo është mafia. Çfarë është tjetër? Mos duhet që në shohim në një kull që shkruhet mafia dhe themi, kjo është arsyeja që gjendet mafia në Shqipëri? Kjo është. Dhe dëndësia, po sasia e infiltrimit të përfaqësuesve të krimit organizuar të mafias në zyrat tona publike, duke përfshirë këtu administratë publike, parlament, prokurori, gjykat, polici, ka ardhur gjithmonë duke u rritur dhe ka ardhur duke u paksuar ndëshkimin deri tani. Dhe jemi në këtë, dhe në këtë themi ndërthurje dhe asaj që shoh kur partnerët tanë, sidomos italian, por në vitet e fundit më shpesh belgët, anglezët dhe gjermanët, sjellin dosje ku përfshihen edhe pjesë të organizatës që janë shqiptar, çfarë bëre? Bëre që
antimafia, në pjesën e saj, edhe ato shqiptarë që ka arrestuar, po pjesa tjetër në gjendje në Shqipëri, procesi 1 vit, 2 vite mbaron, dënohen të akuzuarit, sekuestrohen asetet kriminale dhe vazhdojnë Që është pjesë e rëndësishme sekuestrimi dhe çuarja drejt konfiskimit. Dhe vazhdojnë merr me çështën tjetër. Po në Shqipëri çfarë ndodh me zgjatimet e këtyre dosjeve? Marrim me 2 raste, le të themi që ta kuptojmë edhe më kthjellët. Eko Tirana. Kjo ndërmarrje e përbashkët me Veronën e Bashkisë Tiranës, Po, për histori pastrimi, arrestohet, ishin 49,51%. Bashkia e Tiranës kishte shumicën. Okej. Arrestohen drejtuesit e kësaj kompanie në Verona të lidhur ekskluzivisht me organizatën Ndragheta, dihet organizatë globale kriminale. Sekuestrohen pasuri, disa të arrestuar, në kokë të 2 viteve dënohen me burg. Dënohen në Itali. Dënohen, sekuestrohen pasuri dhe dënohen. Po në Shqipëri. Çfarë ndodhi këtu? Pra 51% që pas ka qenë para e bardhë. Edhe pas dënimit vazhdonin shkonin para te kompania nga Tirana. Nuk kemi në përgjithësi se janë ata të pistë, po them kështu në thonjza. Nuk e di me çfarë. Po kjo 51% që është para e bardhë. Nuk e di, po me çfarë dike e kanë filtruar që kjo e bardha ngelet vesh te ne zeza vetëm tek ata. Po kanë shejtor jemi ne që kreu kësaj të bardhas është brenda sot. Kryetari i bashkisë. Si shkoi te ky brenda? Për kusure të tjera, por jo vetëm. Tani që Ndragheta pas ka terren këtu, që Cosa Nostra po, Sacra Corona po, Camorra po, Sinaloa po. Mafia, le të themi, që janë të organizatat rajonale ballkanike, qoftë malazeze dhe serbe, që kanë lidhje me krimin shqiptar jashtë. Shkojmë keq si poezinë, ndërsa tek krimi organizuar bashkohen. Sepse edhe pasardhët e Zoe Dumani nga Shtetet e Bashkuara, një nga prioritetet e porosive të marra në takimin, le të themi, të byros kundër narkotikëve, ishte për krimin rajonal. Dhe pati takim me prokurorin e Malit Zi, dhe erdhi prokurori special i Serbisë në Tiranë, takim me Zoe Dumani. Pra ishte kjo, le të themi, sugjerimi i bashkëpunimit, se kur krimi bashkëpunon, edhe drejtësia duhet jetë bashkë, për të përballur. Nëse janë në vendet ku janë kratë njëri tjetrit, s'ka ç'bën, pastaj ka marrë ferra uratën. Por këtu kemi edhe element tjerë. Kur Graderi në gjitha tashmë është prokurori antimafës Napolit, Napolit, por marrë me shumë çështje shqiptare, kur thekson që shumë është politizuar krimi shqiptar dhe është kriminalizuar ekonomia dhe shumë profesionistë të botës së krimit kanë akses dhe pjesëmarrje në zyrat publike. Se nuk kanë me korrupsion, nuk kanë kohë. Kujtoj një deklaratë të ish-ministres së Brendshme gjermane vitin e shkuar, e cila deklaroi në një konferencë për shtyp se kemi ngritur një njësi speciale për të luftuar trafikun e drogës, të kokainës, për grupet shqiptare, sepse na rezulton që janë furnitorët kryesor me kokainë në Gjermani. Furnitorët kryesor? Me daljarë edhe aty. Se mos zbresin poshtë, nuk shkojmë te neqet ne. Por, ne kemi prej, tashmë po bëhen 3 vite që DEA, pra Agjencia Amerikane Antidrogës, ka autorizuar Shqipëri. Dhe njoftimet e saj të përsëritura, të paktën 2 herë, në numër të cilin e kemi, ne si gazetare kemi gjithë pothuajse. Kanë bërë thirrje dhe publike që të denoncojnë, ëh? Pikërisht, kanë bërë thirrje publike që të denoncojnë për luftën ndaj trafikut të drogës, krimin e organizuar, pastrimin e parave. E bëri dhe Spaku këtë çollaku. E bëri dhe Spaku para një jave këtë. E ka bërë edhe Spaku. Është një lloj përgjigje, është një thirrje, le të themi, tregues për thonë se besueshmëria tek agjencitë dhe institucionet me të cilët bashkëpunojnë partnerët ka rënë. Edhe në raportet, edhe prokurorit përgjithshëm, se të çela por të Zoe Dumani, që dërgohen në parlament, se tani duhet ndryshojnë ligji që mos raportojnë në parlament. Fare. Duan ta ndryshojnë? Po sigurisht, po. Që Spaku mos raportojë atje. Kaloi i flet pa heshtje dhe mos bëhet zhurmë publikisht. Pra, edhe DEA. Po këta italianët që raportuan edhe sot, italianët sot raportuan. Po ti referohem edhe raportit të vitit shkuar të dijes për të agjencisë antidrogës italiane, aty ka dhënë edhe më motoranda që përkasin mafjes shqiptare. I raporti publikuar dhe i debatuar edhe në Senatin italian, por thotë që ndikimi i mafjes shqiptare në ekonominë dhe sigurinë e Bashkimit Evropian arrin në nivelin 35%.
35% të të gjithë grupeve apo mafjas në total, në tërësi, në Bashkimin Evropian. Pra ndikimi në ekonomi dhe siguri, ndërsa por fuqinë, le të themi, të karteleve, ne renditeshim, pra si pas këtij raporti, pas Ndragetës zinin vendin e dytë, pra ishte medalja argjendi. Pas Ndragetës? Mafja shqiptare, po them. Thjesht pas Ndragetës, ne duhet i mirë do të thotë një konglomerat kriminal me një buxhet 60 miliardë kusur vjetor. Që operojnë me apo pakollare. Buxhetin e Shqipërisë. Pra, kjo e kthen në Shqipërinë tash, duke u zgjatuar. Tani kemi Sinaloa kartelin e shpallur terrorist nga administrata Trump. Kjo Sinaloa ka dhe një familje që ka bashkëpunuar me të sipas drejtësisë amerikane. Familja Hysa, i cili ka shkuar dhe i ka marrë lejet me Edi Rama, është takuar me të. I sankcionuar aktualisht. A mund ta dinte kryeministri? Familje e sankcionuar. Unë besoj se kryeministri këto janë informacione të shërbimeve inteligjente amerikane. Unë mendoj se kryeministri ka dieni për kursit e biçikletave, për parashikimin e motit, për stilet e reja të veshjeve të modës. Këta janë takat e kryeministrit. Po mori vesh të është mirë, për të tjerat tani. I kryeministri që ka mundësi të shfrytëzojë të dhëna të shumë agjensive në Shqipëri, por edhe të partnerëve, natyrisht që nuk mund të presë këtë do i bie rruga në rrotull. E qartë. Por, duke qenë se është sevdalli i madh investime strategjike që vijnë nga trafiku i kokainës, kemi Plum Gjokën Gjushëmburg, i akuzuar dhe për trafik dhe për vrasje. Është investitor strategjik. Jo, është e gjurë ky status? Kemi disa, sigurisht, jo, akoma vazhdon punën. Kemi banda të disa qarqeve, Shkodër, Durrës, Fiera, Vlorë, që janë në trafikun e drogës, janë dosje atje, janë investitor strategjik. Po këta, i di ky zotëria që ky është mburg investitor strategjik? Të tjetërin, banda shqiptare e njefej, ai njeh mos e ka shtap elektorale. Kjo është edhe arsye që i shpërblen me leje strategjike. Por veç kësaj, duhen edhe miliardat e trafikut kokainës të pastrohen. Dhe paraja e drogës është formalizuar nëpërmjet kësaj leje qeveritare. Në një nga përgjimet e dosjes kam përshtypjen revanshi, mos gabon, që është pjesë e Durim Bami që zbardhen përgjimet, njëri nga anëtarët aty shpjegon fije për pe mënyrën se si kishte pastruar të gjitha paratë e kokainës, duke hapur kompani ndërtimi, duke punësuar nga 5-6 veta, duke bërë pagesa fiktive. Edhe i kishte bërë për Durim Bamin ka jo dosje është, por është një personazh tjetër. Është një personazh tjetër i cili nuk ja mbaj mend emrin se e kisha thënë tani, por që aty është që i shpjegon dikujt me skajësi mekanizmin e pastrimit parave, që do thotë që nuk është edhe fort shumë e vështirë për ta bërë këtë pjesë.